Heshtja dhe zhvlerësimi i kontributit musliman, përtaci apo komplot. Hyrje. Në të gjitha nivelet shkollore, kulturore, përgjithsisht intelektuale, te ne dhe në botë është bërë ligj të dëgjojmë se si Evropa, kristianët dhe nënqilli i tyre janë të vetmit kontribues në shkencë, kulturë dhe qytetrimin botror. Ndërsa në anën tjetër Islami është pengues, shtypës dhe armik i dijes dhe përparimit njerëzor. Është përkeqardhje që ky mendim është vazhdimsi e traditës kryqëtare kristiane. Stereotipe këto të njohura dhe thellë të rrënjosura në mendjen dhe shpirtin eurokristian. Madje intelektuali perëndimor këtë dukuri e përshkruan dhe metaforikisht si vrim të zezë të historisë. Mirpo, ka edhe intelektual të tillë si Philip Hitti, George Sarton, Roger Garundi e tjerë të cilët në tërësi e pranojnë rolin e muslimanëve në mesjet, si pranues, zhvillues dhe përcjellës të trashëgimisë së vjetër nga herët te brezi i ri. Është e qartë se faktorët e kësaj gjendje janë të shumtë, por në parim mund të pohohet se shkaku kryesor është ignoranca, mosdia e të tjerëve për Islamin dhe muslimanët. Si rezultati i mosdijes kemi urrejtjen, paragjykimet. Në pamundësi që kjo temë të trajtohet hollësisht, do të preken vetëm disa pikpamje, duke shpresuar të sqarohen sadopak këto aspekte të temës. Përse heshtët kontributi musliman i dhënë botës? Historia e kulturës dhe qytetrimit është e lashtë, përkatësisht nga krijimi i njeriut brez pas brezi deri në ditët tona. Ajo që e dallon një kulturë dhe qytetrim nga një tjetër është fuqia e bazamentit në cilin mbështetet dhe gjurmët të cilat i ka lënë në histori. Sa më e përgjithshme të jetë në porosinë e vet dhe sa më humane në synimin e vet, sa më morale në pikpamjet e veta dhe sa më reale në parimet e veta, aq më gjatë do të mbahet mend në histori. Nëse këto kriteret do t'i zbatonim dhe ndaj kulturës dhe qytetrimit islam dhe kontributit të muslimanëve gjatë mesjetës dhe botës, do të shohim se kontributi musliman është i prekshëm, i bollshëm, madje në disa aspekte i jashtëzakonshëm. Por për arsye të shumta Europa dhe SBA-ja qëllimisht e heshtën këtë kontribut, këto gjurmë, kurse meritën ja jep traditës greko-romake dhe judeo-kristiane. Në perëndim nuk flitet për ngritjen e islamit, për kontributin e muslimanëve, pikërisht heshtet koha e humanizmit dhe renesansës, dhe vazhdon pas shekullit 15 duke e quajtur këtë periudhë të errët, jo pse është e errët vetvetiu, por sepse qëllimisht heshtet, harrohet e rrësohet i gjitha i kontributi muslimanëve. Ndër ata që nuk heshtën ndaj të arriturave të muslimanëve është Robert Brifaul, i cili thotë: shkenca i ka borxh të madh kulturës arabe, ja ka borxh ekzistimin e vetë shkencëtarëve arab, të cilët sajuan zbulime të befasishme dhe teorie revolucionare. Grekët sistematizuan, generalizuan dhe teorizuan, por hulumtimin këmbëngulës, akumulimin pozitiv të dijes, metoda depërtuese shkencore, kundrimin e hollësishëm dhe të gjatë, dhe analizën eksperimentale në Evropë pikërisht e paraqitën arabët. Këtë e pohon edhe Jung në një shkrim të tij ku thotë: ky është vetëm një pasqyrë historike e cila këtu ka pasur për qëllim të na tregojë ne borxhin e madh kulturor, të cilin ja kemi borxh islamit nga ai çast kur ne kristianët në periudhën prej 1000 viteve kemi udhëtuar në vendet islame dhe te profesorët e tyre që prej tyre të mësojmë artin, shkencën dhe filozofinë e jetës, ndërsa në këtë manifestohet dhe kultura jon klasike, të cilën Islami aq bukur e ka ruajtur derisa Evropa nuk ka qenë e aftë që për herë të dytë ta pranojë dhe ta merrë e ta ruajë. Nuk do të kapërcejmë kufirin e drejtësisë nëse ja kthejmë që ja kemi borxh me fitim, por do të jemi kristian të vërtet nëse harrojmë kushtet e këmbimit dhe do t'i japim atë që kemi nga dashuria dhe mirënjohja për të mirën e bërë nga ata.
Pas kësaj periudhe janë bërë disa përpjekje për prezentimin e kontributit të muslimanëve në shkenca të ndryshme dhe individualisht Roger Garodi dhe grupore komisioni i formuar në nivel të UNESCO-s në gjuhë të ndryshme. Edhe pse punime fillestare, megjithatë punimet e tilla janë treguesi vërtet i gjendjes në këtë rrafsh për cilin po flasim.